prostitutat në Evropë paguajnë të atim, tha këto tonat jënë tjetër çka. Çka po ndodh me çet jetën virtuale? A është jeta Instagram? Mos i përmendni tash krejt rrjetet sociale. Pa e din qysh këshyre kjo çajo që u bo qysh me thonë, prej videove të famshme që ajo një që është e famshme, për aty radhit jam duket ka qenë budall, kriminela, prostituta dhe dhunus. Edhe avin prostitut kështu bote kom përdor mu anku një dosti joni tha prostitutat në Evropë paguajnë të atim, tha këto tonat jënë tjetër çka. Thash, okej, faleminderes për vrejtjen, thash do ta kem parasysh herën tjetër, mi u thonë na e qysh ndryshe. Ka qenë 2-3 raste kur fillum me relativizu dikur me arsyetu dhunën. Kjo shkolla e paramram para se shoqënia me shku për lesh kejt, para se me hongër dreqi. Është kur e relativizon dhunën. Do me thonë, kur dikush e vret grun shtatzon në bord ginekologjisë, edhe del dikush tjetër thot e ka lyp kudra. Shoqënia është në prag të kollapsit kur që kjo normalizohet. E këto nuk mundësh ti me thonë me terma normal edhe akademikisht korrekt. Për shkak se tu ja zhu rrugën budallëve, dikur budallakia bëhet normë. Edhe ti vjen në situatë me arsyetu vrasjen. O birë nuk arsyetuohet vrasja. Nas një lirë thonë. Nuk mundesh me vrati grun shtatzon në bord spitalit. Qa e të më thonë ti mu? E ka lyp, qysh e ka lyp? Apo më kallzon qa duhet me bua ajo që me lyp plumin në bord spitalit? More, kur nuk diskutohet me plum, merr fund historia. Po të kuptoj plotësisht, po... Edhe ty manej kur fillon që kjo mu bo standard. Do me thonë, 2 bashkëshort rrehen, edhe manej hinë në Big Brother edhe najna të famshëm. 2 budall rasen me një shtëpi ku njonit jam shefin cigaret edhe njonit i kërset një budallaki tjetër. Zgjanoma pak këtë pjesë, s'po di ku e të shku, zgjanoma se në fund... Jom, tu e thonë që... Që ata kena mi votu. Eksakt, edhe mandej, ti për para ka pas një farë diference nërmjet qenit i famshëm edhe famkeq. Sot s'ka, sot termin famkeq ku eshe? Jo. Kërkosh eshe. Ta që protagonista krejt. Ku e ki po ti që dikush ka thonë famkeq? Do më thonë, para 20 vjetëve me naj artikull nashta që e ka shkru naj dosti joni që të sot në Dragodan të hongër dhej. Nuk ka mu. Ta sho veç aje i famshëm. Edhe mane që ajo fam kapitalizohet. Do më thonë, ti hin me një format të budallëve, s'ka lidhje që shë ka emnin, ose bosh i famshëm pse je budall, edhe mba ndej ti që atë fame kapitalizën. Njerëzit sot kanë fillu me qysh me thonë, mu shkri bariera nërmjet lajkit edhe votës. Për para lajkin e ki pas për hajgare. I mire kjo budalla, që i lajka, vedi? Like, po. Ama votën e ki marë seriosisht, ke parasysh të i du të me lodhë kryte ardhmja venit. Sot, që ajo barierë mo nuk eksistën. Te materializimi është e frikshme pak larë që përdu. A i na të dhonë modela për brezat e rise që atërë shkojnë për lesh. Cilë brezat risi vjetë kanë votu 2007 shat. A pe din këtë sen? 2007 shat kanë votu si vjetë. Për 2007 shat lufta o Counter Strike, qa din ata që u bu 98. A jem të i dhonë modela mërbur me njek? Qëtë model jetu ja dhonë, budalët e TikTokit jetu ja dhonë model.